Kemi pamjet e zotit Berisha sot në serinë e Partisë Demokratike. T'japim pak gjatë kohës që flet Auloni. Ka thënë që do bëhet protestë, po domethënë ka gjithmonë një kuriozitet. Dhe tani po ta them si përfaqësues i Partisë Demokratike Antar e Këshillit Kombëtar. Është përndar një mesazh ditën e njëjtë që ishte parlamenti njerëzve të strukturave të partisë. Dilni se do protestojmë për ligjin për gjinin. Dhe shoh që bëhen debate, nuk është se them të mos bëhet, të mos diskutohet, po më duket si një lloj alibie për të bërë debat për gjinin, qoftë edhe nga ju si forcë politike dhe mos më marr me çështjen e korrupsionit, sepse unë për shembull ja thash dhe një përfaqësues i tjetër të forcave politike, PD-s i thash, e di si zgjidhet kjo muhabet? Bëni 71 vota dhe ktheheni si ligj. Ç'e bëri Trumpi, gjykata supreme tha, burr, grua dhe kaq. Po fitoi njerëz zgjedhjet. Shkoni dhe bëni 71 vota që s'po i bëni. Dhe tani kur do bëni protestë si forcë politike? Për çfarë do ta bëni këtë protestën? Dhe pse nuk kapitalizoni, do duket sikur nuk po kapitalizoni, se mund të thoni jo, Xhafo ke gabim, ne po kapitalizojmë pa kënaqësi. Shiko, unë mendoj ndryshe nga ti dhe mendoj që Partia Demokratike nuk bëri sa duhet për ligjin që u votu në parlament. Unë po të isha deputet në të parlament, do kisha votu kundër ligjit për më shumë se 2 gjini, që i rrëmben fëmijët shqiptarëve dhe ja kthe pastaj sikur kanë lind trupin e gabum. Ky është thelbi që duhet thuhet, besoj se keni ndjek gjithë rrëfimin rënqethës, më falë burr tani, o zotni, se kam fol 5 minuta vetëm pjesën e parë të emisionit. Tani të lutem. Po jo sa të flas. Lutem, do mlesh ta marroj se 5 minuta kam fol në orën dorë. Po deshe ta nxjerr këtu se po më shkruajnë dhe njerëzit, e kupton? Ju kam gjuhë burr tani. Jo se ke thonë ai gjatë mendshme, e kupton? Po të kam gjuhë se ke bërë ti shumë mirë. Vazhdo. Tani shumë bukur. Tani ju e pat besoj edhe rrëfimin rënqethës të një transgjinori, i cili tha që më kanë ndru gjinin, tha më kanë marrë 14 vjeç e tjerë. Në rrasë unë do isha në parlament, nuk do ta kisha lënë me kaluaj ligj. Ose do më përjashtonin. Dhe të gjithë deputetët e opozitës do kishin bërë këtë gjë, sepse këtu ndahet e mira nga e keqja për mendimin tim. Zoti, unë besoj në Zot. Besoj, kam 3 parime, Zoti, familja dhe kombi, dhe besoj do ishte nderin e gjithë kujt në të parlament për me votu kundër atij ligji. 77 dele, votun pro, është puna vetë e tjerë. Tani, 77. Do i themi, jo, do shkojmë pra aty do vi. Iku si të argumentet ashti është me u miratu. U miratu, pra do shkojmë te presidenti i Republikës, do shkojmë gjykatë kushtetuese, se s'ka mbaruar betejë akoma. Tani, Partia Demokratike nuk ka dalë në atë protestë, kanë dalë individ caktuar, nuk është se ka pas masivitet nga Partia Demokratike. Aty kanë dalë njerëz. Më fal pra edhe herë, se un kam qenë aty më burr tani, un kam ne 12 orë aty, kam fol dhe mëngjes dhe darkë në atë protestë. Tani un kam qenë vetë, oj njohun protestuesit ose njeh njëri, me fytyrë njoh gjithë. Me atë zotnin aty jam takuar të armët kimike, ai që është aty. Edhe herë, bravo i qoftë. Kam kundërshtuar armët kimike atëherë. Kështu që i njoh fytyrat. Ideja është nëse ka, se unë kam lexuar mesazhin, po, mirë më mesazhin nuk e di, unë se kam marrë këtë mesazh. Po të them tani, unë po të them. Në rregull nuk e vjen diskutim më punë, vjen keq gazetar. Nëse unë kam lexuar mesazhin dhe juve s'ju ka dalë struktura, gjeni problemi pas te struktura zotrisë. Po s'do ta kalojmë me batut, flasim seriozisht. Po jo, po edhe me batut si ta duhesh ti, unë kam mendimet e mia, më kupton. Unë them mendimet e mia. Protesta absolutisht që është domosdoshmëri. Për këto çështje që ti thu, për Belinda Ballukun duhet ishte bëj që dje. Duhet ishte bo protesta, që të them unë ty, edhe analiza zgjedhjeve që është domosdoshmëri dhe ajo, sepse u futëm në zgjedhje të pjesshme pa një analizë dhe pa kuptuar si gjë, po futemi në një reformë zgjedhore pa ditë dobësit nga 11 maj dhe pa kuptuar domethënë se çfarë ndodhi. Kështu që kjo që thu ti absolutisht domethënë mendojnë shumë qytetarë si puna jote që hajde të merrni numrat dhe pastaj e abrogoni ligjin, por nuk është vetëm kjo, se shiko. Opozita duhet bëjë çdo lloj përpjekje qoftë dhe me qytetarët që ligjet caktuar mund votohet nesër i ligj në parlament që thotë miratojmë ligjin për vrasjen e shqiptarëve. Çfarë duhet bëjë opozita në këtë rast? Duhet pres zgjedhjet e radhës që të fitojë 71 mandate apo të bëjë çdo përpjekje për me nxjerr njerëzit aty dhe për me organizu. Edhe për me votu kundër, se tani ka 50 deputet opozita, aty vetëm 34 vota kishte, me sa kuptova unë. Edhe këto firot mu nuk më pëlqejnë. Ose si që ishte ajo e Niko Peleshit, që në nënshkrujtën 36 deputet për shkarkimin e Nikos, edhe votun 7 deputet, do më thënë. Nuk është serioze, do më thënë, në qoftë se politika nuk ka moral, duhet keti lloj serioziteti unë, besoj. Prandaj Partia Demokratike i duhet qartësi në këto momente, patjetër, është e vonume për protestën që do organizoj, por është e mirëpritur në të gjithë protestat që duhet bëj. Duhet i çojë njerëzit. Është skandal në Europën perëndimore në gjykimin tim. Për çfarë? Për çështjet e korrupsionit. Po, patjetër që është zonja Balluku kryesorja.
për me i qu njerëzit, sepse në Europën perëndimore është e pa imagjinueshme se si skandali zë skandalin, pra ke zëvendës kryeministrin në ekzil, Ahmetaj, ky që i ha Kumda, ky Erion Veliaj, kjo tjetra që ha Dardha, kemi vetëm një njeri që është i pafajshëm, që është Edi Rama, në këtë mes. Pra në Europën perëndimore nuk do ekzistonte një lloj kryeministri tillë. Minimalisht duhet me qenë pak sinqert me të gjithë publikun dhe tujet kryesisht që deri minimalisht 2027 nuk ka zgjedhje, as të parakoshme, as të koshme, as lloj zgjedhje, se domethënë jo më larg sa sot është konstituar Komisioni për Reformën Territoriale, kemi edhe Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe pa u mbyll këto të dyja. Shiko, në teori, se në praktikë ç'as bëva ki, po. Shiko, unë mendoj, po tani po mpyet mua, më ke në studio po mpyet mua. Unë do i thosha Edi Ramës këtë gjë. Në rast se ti do kalosh ligjin për gjinit, unë nuk bashkëpunoj me ty as për reformën zgjedhore, as për reformën territoriale, Dhe ai ta thanë Asamble Kombëtare të Partisë Socialiste, ata do të dëgjojmë për respekt të ata që kanë votuar, po mos vinë do ta bëjmë. Shumë bukur, të marrë shembull tani, me që thu nuk ke numra, nuk duhet fitoni, po shumë mirë, e kuptoj. Territoriale. Në Greqi, u çu njoni dhe bëni protest. Quhet Panë Ruço. U fut në grevurie, sepse kërkonte zhvarrosin e djalit vet të aksidenti i trenave që ndodhi atje. Gjithë pushteti grek nuk ja hapte varrin e djalit. Jo vetëm ti, po të gjithë atyre që humën jetën atje. U çu tek pull, emigrant shqiptar nga Fieri, edhe u shkull Greqia aty, çdo ditë 35.000 njerëz shkonin në takonin. Pra ne duhet të ketë seriozitet. Nuk ka lidhje çfarë thotë Edi Rama nga Asambleja. Kujt i interesoi Edi Rama, sepse kjo është opozita që bën çfarë thotë Edi Rama, në kuptimin e tha Rama kështu, bëri Rama atë, na lëpiu gjalpin Rama etj etj. M'fal. Kjo është e rëndë që po thua që agjendën e opozitës e imponon Edi Rama. Po pra, e mendon këtë? Po unë e mendoj dhe e kam thënë publikisht. Pra agjenda ndërkohë gjykoj që duhet jetë Partia Demokratike që duhet ta drejtojë opozitën shqiptare dhe politikën shqiptare. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, opozita, Partia Demokratike në këtë rast duhet drejtoj politikën shqiptare. Ne po themi çfarë thot Rama. Rama tha kështu, Rama bëri këtë, thatë Asambleja Partisë Socialiste, na mori këtë, do bëj reformën e tjera. Ndërkohë duhet jetë PD-ja që duhet ta drejtojë. Kaq e thjesht është. Unë i ndaj njerëzit dhe opozitat në tre kategori. Njerëzit dhe opozitat që merren me thashëtheme, njerëzit dhe opozitat që merren me komentim ngjarjesh dhe njerëzit opozitat që merren me idet. Unë besoj që opozita nuk po merret me idet politike. Politika është lëvizja permanente e ideve, nuk ka politik pa ide të reja. Dhe ajo që duhet bëj opozita është duhet prodhoj politik. Nuk po e bë për momentin, sipas meje. Unë i ftoj që të prodhojnë politik. Politik po prodhon Rama se ka pushtetin dhe këta komentojnë Ramën. Kjo është gazetari, nuk është politik. Shumë faleminderit. Një pyetje, lutem se jemi në fund fare dhe keni folur më. Jo, se s'kemi kohë, vetëm 2 minutat e fundit. Më lër ta pyes pak si deputeti i forcës politike.